Kujtes në fakt, sepse kjo është nga sugjerimët e preferuara të mia dhe unë gjithmonë sa më vet mundësia jua tregoj dhe ritregoj këtë model. Ky është modeli IS1 ose E-Size i Momos. Është një model që përdoret deri në 36 kg. Është me shtririn po ua tregoj këtu në profil. Ka 3 nivelet e vogla, pozicionet e vogla në këtë format që i bie me fytyrë nga rruga dhe ka dhe rrotullimin 360 gradë. Asnjëherë nuk pretendoj që këto sogjoline të përdoren që nga lindja. Shkruaj 0, por nuk reprezentoj kurrë për 0. Pavarësisht se po ta shikosh bëhet goxha drejt, gjithsesi unë si prind do preferoja që kishte të paktën 3-4 muaj fëmia për ta vendosur në një sogjolinë të tillë. Muajt e parë preferohet më shumë edhe sugjerohet më shumë sogjolina që është e karrocave. Ky është Isofixi, i cili gjendet në makinat tuaja dhe puthitet me këtë hekurin këtu për ta bërë më sigurt udhëtimin. Ripat e sigurimit zgjaten, shtypet butoni këtu brenda dhe tërhiqet paralelisht ripat e supave. Këta ripa përdoren deri në 18 kg dhe më pas sogjolinës i kalohet ripi madh i makinës. Ka dyshek shumë të rehatshëm, siç edhe duket, dhe masi ju mos t'i përdorni më këtë dyshekun e brendshëm për të fituar hapësirë, mund ta hiqni, pra kur fëmia të rritet pak më shumë. Siç e shikoni këtu brenda, ka një sfingjer, i cili në momentin që fëmia arrit pak më ulur, ju e hiqni dhe fitoni vend goxha këtu te pjesa e vitheve. Dhe fëmia arrin më ulur. Pjesa e kokës gjithashtu është me ripa që mund të hiqet dhe ky ripi këtu lart ngrihet deri sipër. Pra për t'u treguar juve që kjo mund të shërbejë deri në një moshë deri në 10 vjeç. Është nga 160-144 lekë. Siç e thash, Isofix rrotullim shtrirje dhe përdorim për një moshë deri në 10-12 vjeç. Super praktike dhe ngjyra shumë në favor të mamave. Faleminderit.